Ardian Ismaili është kthyer në një nga shtyllat e Torinos që me emërimin në drejtimin e skuadrës të trajnerit Roberto D'Aversa, i cili ka besuar Chelsea-n e prapavijës. Dhe sipas mbrojtësit të kombëtares shqiptare, ndryshimi i trajnerit i ka bërë shumë mirë Torinos, duke mos kursyer thumbimin ndaj Marco Baronit, i cili drejtonte këtë ekip më përpara. Në prononcimin për mediat pas fitores 2-1 ndaj Veronës, që ka mbyllur çdo diskutim për mbijetesën e Torinos që gjendet 12 pikë larg zonës rrezikut, Ismaili ka treguar se pse gjërat po funksionojnë me trajnerin e ri. Shihet që jemi të ndryshëm dhe në 6 ndeshjet e fundit kemi bërë 12 pikë. Jemi të ndryshëm në gjithçka, përpara dhe mbrapa. Ndoshta nuk luajtëm në pjesën e parë, por të rëndësishme janë pikët. Ndryshimi? Jemi të njëjtit lojtar, por të ndryshëm në fushë. D'Aversa ka vendosur lojtarë në pozicionet e tyre, ndryshe nga më parë. Ishim shumë mbrapa në klasifikim, tani jemi më lart dhe duam që të ngjitemi edhe më shumë. Jemi një skuadër e madhe me lojtarë të aftë, mundemi dhe shpresojmë të arrijmë në gjysmën e sipërme të klasifikimit, tha Ismaili pas ndeshjes.